Rrethymi mbi Han Yunis të Gazës, sinjali i parë se armëpushimi ndërmjetësuar nga presidenti amerikan Trump nuk zgjati një javë. Izraeli e shkeli armëpushimin duke ndërmarrë një seri sulmesh në enklavë me pretendim se po u kundërpërgjigjet sulmeve të Hamasit. 2 ushtarë izraelit u raportuan të vrarë në jug të Gazës, kur sipas versionit të Tel Avivit, militantët lëshuan raketa antitank dhe hapën zjarr në zonën jugore. Gjithashtu Izraeli ndërpreu ndihmën humanitare dhe mbylli pikën e kalimit Rafah në kufi me Egjiptin. Pas presionit amerikan, Izraeli tha se do të hapë vendkalimin të hënër. Banorët në Gaza dhe autoritetet lokale të shëndetësisë thanë se sulmet ajrore izraelite dhe zjarri i tankeve vranë të paktën 44 palestinezë që prej mëngjesit të së dielës. Palestinezët e plagosur u dërguan me urgjencë në spitalin Nasser në Han Yunis. Ata e kanë shkelur armëpushimin që nga mëngjesi, janë regjistruar 40 shkelje që nga fillimi i armëpushimit deri në këtë orë, deklaroi Rafat Al-Makid, i zhvendosur nga Han Yunis. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se urdhëroi ushtrinë të reagojë me forcë ndaj asaj që e përshkroi si shkelje të armëpushimit nga Hamasi. Pas sulmeve të së dielës, ushtria izraelite tha se ju rikthye zbatimit të armëpushimit, ndërsa krau i armatosur i Hamasit tha se mbetet i përkushtuar ndaj marrëveshjes së armëpushimit dhe nuk është në dieni të përleshjeve në Rafah. Krau i armatosur i Hamasit tha se mbetet i përkushtuar ndaj marrëveshjes së armëpushimit dhe se nuk ishte në dieni të përleshjeve në Rafah. Nga frika se armëpushimi mund të dështojë, disa palestinezë nxituan të blenë mallra në një treg kryesor në kampin Nuseriat dhe familjet lanë shtëpitë e tyre në Han Yunis më në jug, pasi sulmet ajrore goditën aty pranë. Të shtunën autoritetet izraelite thanë se pika kufitare Rafah midis Gazës dhe Egjiptit do të mbetet e mbyllur dhe se rihapja varet nga përmbushja e detyrimeve nga Hamasi. Izraeli thotë se Hamasi po tregohet shumë i ngadalt në dorëzimin e trupave të pengjeve të vdekur. Hamasi javën e kaluar liroi 20 pengje të gjallë dhe ditët në vijim dorëzoi 12 nga 28 robër të vdekur. Grupi thotë se nuk ka interes të mbajë trupat e pengjeve dhe se nevojiten pajisje speciale për të nxjerrë kufomat e varrosura në rënoja.